dalë në një shenjë zjarri, një shenjë që pretendon ndikon rrezaton. Mundësitë dhe koha e ardhë mbi takime që do të bëj, mbi mundësitë që jepet në çështjet ekonomike financiare lidhe me biznesin sidomos, nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim që ka një mundësi tani ose një zgjidhje të një kontrate shumë të rëndësishme mbi takimet, bisedimet, marrje vendime të rëndësishme në kohën e dur. Një moment mjaft i mirë i artë në atë çka bëhet, i artë në atë çka juve rregulloni, stabilizoni dhe mundësoni. Gjithashtu ka të bëjnë me shumë ndikime, takime madhore, sepse lidhet dhe me anën ekonomike financiare, por lidhet dhe me ndryshimin që do të kenë tani tutje në fushën e karrierës, por udhëtimet janë shumë të rëndësishme për juve, sepse marrën një dokumente të rëndësishme për juve që jeni në Europë, një aplikim që do të bëni, një blerje pasuri e paluajtshme juve që jeni jashtë në diasporë, është koha më e mirë e mundshme për ta rregulluar. Por mirë, për këtu në Shqipëri nuk ka shumë mundur për shënin Luani të bëhet një gjë e tillë, po është e mundur, nuk e diskutoj, por flas për personë që janë larg dhe janë në pritje për diçka që mund të ndryshojnë jetën në fushën e punës së tyre, në fushën e kontratave të rëndësishme, në çështje të rëndësishme ditore apo vazhdimësie. Dita e sotme është mjaft e mirë për gjëra të tilla sepse mund të realizoni diçka të paralizueshme më përpara dhe është momenti më i mirë i mundshëm tani tutje. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, disa çështje që kanë bënë me ndikimin më të madh, që do thotë me ujorët e diçit të parë ose me peshorët e diçit të tretë, kanë ndikime shumë të mira dhe tepër pozitive mbi vendimet që mund të marrin apo çështjet të tjera që i lënë pas dore. Një ndarje që keni pasur juve të shenjë se Luani ka qenë me peshk të diçit të dytë, por kjo nuk do thotë jo për fajin tuaj, por për fajin e të tretëve. Kjo ndodh dhe kjo është kënaqësi më vete, sepse mbasditja është shumë e rëndësishme për sa përket zgjidhjes të problematikave të ndryshme dhe momenteve që do të keni tani tutje.